Tash e 5 muaj Korporata Energjetike e Kosovës dhe Korporata Elektroenergjetike e Shqipërisë nuk janë duke shkëmbyer energji elektrike. Kjo përkundër që marrëveshja për këmbimin e tepricave të energjisë ndërmjet Kekut dhe Keshit, varësisht kushteve atmosferike dhe kur njëra ose tjetra ka nevojë e nënshkruar vite më parë, zyrtarisht mbetet në fuqi. Derisa deponimet e fundit u regjistruan në dhjetor 2024, ndërmarrja publike kosovare vitin e kaluar e mbylli me bilanc negativ nga shkëmbimet me homologët në Shqipëri. Viti 2024 është përmbyllur me 3384 MWh obligim i Kekut ndaj Keshit. Gjatë vitit 2025 nuk ka pasur shkëmbim në mes të Kekut dhe Keshit. Para kësaj ndërprerjeje, dimrin e fundit, niveli i depozitave nga Shqipëria shënoi ulje krahasuar me atë paraprak, sipas të dhënave që Keshi i ka dërguar televizionit Dukagjini. Në këtë stin dimri, sasia e energjisë që Kesh ka depozituar në Kek është 4927 MWh, ndërsa dimrin e kaluar sasia ka qenë 6320 MWh. Në krijimin e situatës së re kanë ndikuar angazhimet në bursën shqiptare të energjisë Alpex, bashkëpronare të së cilës janë Shqipëria dhe Kosova. Prioriteti Kekut është kthimi i energjisë që është obligim i akumuluar. Të gjitha kapacitetet e lira në dispozicion në linjën e transmetimit Kosovë-Shqipëri nga muaji dhjetor 2024 i alokohen bursës shqiptare të energjisë Alpex. Prandaj është pamundur të planifikohet deponimi i tepricave nga ana e Kekut. Ndikimi i Alpexit u konfirmua edhe nga Korporata Elektroenergjetike e Shqipërisë. Implementimi i Apex në Shqipëri dhe Kosovë ka rritur mundësinë e shoqërive për akomodim të energjisë elektrike në rast të tepricave, ose sigurimin e furnizimit në rast mungese të energjisë elektrike. Gjithashtu, palët kanë shkëmbyer energji elektrike duke shfrytzuar kapacitetet e interkoneksionit, të cilat lirohen nga bursa Alpex, pas tregtimit të energjisë elektrike në intraday. Bazuar në marrëveshje ndërmjet dy ndërmarrjeve publike, shkëmbimi bëhet sipas parimit megawatt për megawatt, ndërsa me tregtimin në bursë ndryshon varësisht momentit.